Një operacion i policisë spanjolle ka goditur një grup kriminal shqiptar që merrej me kultivimin dhe trafikun e lëndëve narkotike. Gjatë aksionit të policisë u vënë në pranga 9 persona, të cilët akuzohen për kultivim dhe trafik droge, vjedhje të energjisë elektrike, pjesëmarrje në organizata kriminale dhe falsifikim dokumentesh. Gjatë operacionit, autoritetet sekuestruan mbi 2000 bim kanabis dhe 20 kg lëndë narkotike të gatshme për të shitur në treg. Vetëm energjia e vjedhur për furnizimin e plantacioneve arrin një vlerë prej 210.000 eurosh. Hetimet e këtij rasti nisën në shtator të vitit 2024 pas dyshimeve për ekzistencën e disa magazinave të përdorura për kultivimin e kanabisit. Pavarësisht ndërprerjes së aktivitetit përkohësisht pas largimit të drejtuesve kryesor në Shqipëri, rrjeti kriminal rifilloi aktivitetet në fund të verës së këtij viti. Më 2 dhjetor, policia kryen 8 kontrolle, ku zbuluan plantacione të sofistikuara me sisteme elektrike të lidhura ilegalisht. Me disa nga plantacionet u kapën persona të cilët kujdeseshin për drogën. Për të shmangur dyshimet e autoriteteve, grupi përdorte persona të tjerë për të marrë me qira, magazina dhe automjete, duke krijuar një imazh të bizneseve të ligjshme.